duhet t'ja kthejmë Allahut subhanahu wa ta'ala me një pyetje të sinqertë nga vetja jonë. O Zoti jam, çka bona am që më udhëzove? Pse unë u udhëzom? Pse o Zoti i madh sa njerëz kanë këtë botë e as nuk e kanë idenë se fjala e shpëtimit këtë botë dhe në botën tjetër është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ata nuk e dinë se për këtë fjalë janë kriju qetë dhe toka. Ata nuk e dinë se për këtë fjalë do të vendosen peshorët ditën e gjykimit. Ata nuk e dinë se për këtë fjalë është vendos ura siratit. Ata nuk e dinë, e ndoshta as nuk kanë dëgjuar se për këtë fjalë është kriju xheneti dhe xhenami. Nuk e dinë, ndërsa për ne, për ty, Allahu subhanahu wa taala ta ka mundsu kjo me kon alfa dhe omega e jetës. Me kon ajo mbi cilën ne e orientojmë besimin dhe mbi të edhe veprimet tona. A ka gradë më të madhe? A ka privilegj më të madh? A nuk e pyesin vetë o Zoti më, pse unë u udhëzom? O Zot, pse unë po falna? Ndërsa sa njerëz kur jetën e tyre, madje s'po flasim për të tjerë, po ndoshta ata të cilët edhe ezanin e ndin 5 herë në ditë dhe kur jetën e tyre nuk ju është mundësu ta kalojnë pragun e xhamisë për me hyrë në saf. O Zoti jam, pse unë me agjeru dhe me prit agjerimin, ku për një ditë agjerim të largon fytyrën 70 vjet nga zjarri i xhehenamit, ndërsa të tjerët e kuptojnë që ka qenë Ramazani vetëm ditën e Bajramit, atëherë kur njerëzit mbledhen për të festu. Pse une? E pse une shumë pyetje, sepse në bazë të këtyre pyetjeve dhe kësaj thjeshtësie dhe thyrje dhe përulje para Allahut, na kemi me e kuptu cili duhet me kon roli jonë dhe cili duhet me kon pozicioni jonë përballë udhëzimit. Nga se me udhëzimin dhe arritjen e udhëzimit nuk e kemi kry punë, nuk e kemi arrit finishin. Sa njerëz Allahu xhalla shanuhu i ka sjellë këtë dynja në familje ku çdo ditë ja kanë përmend shahadetin. E ai një ditë për ditëve e mohon ata. Sa njerëz ka pas cilët kanë qenë pjesë e safave, pjesë e xhamisë, e Allahu xhalla shanuhu i ka përzon. Sa njerëz ka pas cilët e kanë shiju ëmbëlsinë dhe afërsinë me Zotin, e pastaj e kanë injoruar dhe kanë harruar ata. Sa njerëz sot fatkeqësisht për shkak të mos vlerësimit të këtij udhëzimi dhe mos njohjes së vlerës së tij, marrin guximin që ti mohojnë mësimet e Zotit. Sa prej tyre i mohojnë tërësisht, e sa prej tyre mohojnë sunetin e pejgamberit alayhis salam, e sa prej tyre mohojnë vlefshmërinë e namazit, e sa prej tyre mohojnë vlefshmërinë e obligueshmërinë e mbulesës, e sa prej tyre e mohojnë qenërit alkoolit haram, e sa prej tyre e mohojnë se kamata është haram, pra duke e bë halalin haram dhe haramin halal, duke qenë kontestues të mësimeve të fesë, udhëzimeve brenda udhëzimit. Andaj, cili është pozicioni jonë përballë këtij udhëzimi? A kemi arrit fundin dhe finishin në momentin që mi udhëzu, apo nena duhet edhe diçka tjetër? Po të ishte udhëzimi në dorën tonë, nuk do të na mësonte Zoti që ta lutim atë për udhëzim, dhe po të ishte udhëzimi, përfundimi i rrugtimit tonë, nuk do të na mësonte Zoti i botrave që ta lutim atë, madje në çdo ditë, madje në çdo rekat të çdo namazi, për 17 herë vetëm gjatë farzeve, ihdinas siratal mustaqim, o Zot, udhëzona në rrugën e drejtë. Sepse ti je ai që udhëzon.